ka nga ata, paktën në komente që unë shikoj dhe tani do flasim pa diskutim edhe për njerëzit cilët komentojnë edhe din gjithçka, sepse edhe ky është një tjetër problem, interneti edhe Google i përgjithsisht apo rrjetet sociale, që thonë që në momentin që mbetesh shtatzan, ndërpritën plotësisht mjekimi. Gabimi më i madh. Pse është gabimi më i madh? Një nën që është duke marrë një mjekim, çfarë do? Që supozohet të ketë një farë risku. Në momentin që ajo ngel shtatzan dhe ndërpret mjekimin, e para punës ajo ka bërë gabim një herë që ka ndërprer mjekimin në mënyrë të njerëzshme sepse e ka ekspozuar veten e saj nga një krizë e mundshme që është për shkak të ndërprerjes së menjëhershme të medikamentit. Sepse ne edhe kur i ndërpresim medikamentet, ka skema që i ndërpresim në mënyrë graduale.